Jos Marku, opinionisti Big Brother VIP Albania 5. A është ky rikthimi me skandaloz në historinë e Big Brother VIP? Një lajm surprizë ka mbërritur në rrjetet sociale lidhur me përgatitjet për Big Brother VIP Albania 5, i cili pritet të nisë më 20 dhjetor. Burime të besueshme aludojnë se këngëtari Jos Marku do të marrë një rol të rëndësishëm, atë të një prej opinionistëve zyrtar të këtij edicioni. Edhe pse Jos Marku nuk ka përvojë në analizë televizive, ai njeh shumë mirë dinamikat e shtëpisë si ish banor i Big Brother VIP Albania 4. Josi kujtohet si një personazh i komentuar, jo vetëm për zërin e tij, por sidomos për incidentin e bujshëm kur goditi me shuplak fituesin Gjestin gjatë momentit të eliminimit. Ky rikthim shënon një ndryshim drastik roli. Mbetet për tu parë nëse ky zë do të konfirmohet dhe nëse natyra e tij e drejtpërdrejtë, e cila shkaktoi trazira në të kaluarën, do ta bëjë atë opinionisti më shpërthyes të këtij sezoni. Abonohuni në kanalin ton për të marrë lajmet më të reja.